Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell recetën e përgatitjes së kulaçit që ne bëjmë zakonisht për ditën e verës. Po e sjell sot këtë recetë duke qenë se edhe pak ditë na ndajnë nga dita e verës, edhe duke qenë se shumë familje kanë traditë që atë ditë të përgatisin kulaçin me vezë dhe sot buke. Edhe unë sot vendosa që këtë recetë që ne e kemi të ruajtur në familje prej vitesh, ta sjell edhe për ju. Shumë prej jush mund ta quajnë edhe pogaçe, por ne e quajmë kulaç. Zakonisht pra përgatitet për ditën e verës, por mund ta përgatisni edhe për ditët e zakonshme, pasi fëmijët e pëlqejnë shumë. Unë këtë herë recetën e kam përgatitur me mamin, edhe tani ju ftoj të ndiqni video në vazhdim për të parë procesin e përgatitjes. Për këtë recetë ne kemi përdorur 1 kg miell. Ju jeni të lirë që për masat t'i ndryshoni në varësi edhe të numrit të antarëve që keni në familjen tuaj. E kemi hedhur miellin në një enë, edhe aty tek mielli kemi shtuar edhe 2 kokra vezë. Shtojmë gjithashtu tek mielli edhe pak krip. Do të shtojmë 1 lugë çaj me sot buke dhe gjysmë lugë çaj me baking powder ose pluhur fryrës që përdoret për pjekje. Për këtë recetë do të përdorim gjithashtu edhe 500 gram kos. Kosin mund ta holloni pak me ujë. Gjithsesi, ju mund të shtoni kos deri në atë pikë që të shikoni që keni formuar një brumë të butë dhe që nuk ju ngjisin duart. Sepse ndonjëherë përbërësit që ne përdorim mund të jenë të ndryshëm nga ato që ju keni në shtëpi. Për shembull, ju mund të përdorni kos më të trash ose kos më të hollë, prandaj gjithmonë e shikoni masën me sy dhe shtoni kos deri në atë pikë që brumi në fund t'ju dalë një brumë i butë dhe që të mos ju ngjiten duart. Tani duke përzier të gjithë përbërësit së bashku dhe duke shtuar her pas here nga pak kos, do të formojmë brumin. Brumi duhet punuar mirë në mënyrë që edhe kulaçi në fund t'ju dalë sa më i mirë. Sa më shumë që të punohet brumi i kulaçit, aq më shumë do të fryhet kulaçi në fund dhe aq më i mirë dhe i shkrifët do të dalë kulaçi. Pra rezultati në fund varet shumë edhe se sa minuta e punoni brumin e kulaçit. Siç u thash, ne e quajmë kulaç, por ka zona që mund ta quajnë edhe me emra të tjerë, shumë mund ta quajnë edhe pogaçe, varet se si jeni mësuar që ta quani në familjen tuaj. Më parë, kulaçi përgatitej kryesisht për ditën e verës, por tani kulaçin e përgatisin edhe për ditë të zakonshme, ashtu siç bëj edhe unë në familjen time, sa herë më merr malli për kulaç, pasi edhe fëmijët ma pëlqejnë shumë. Pasi e formoni brumin, duke formuar një brumë të butë dhe që nuk ju ngjisin duart, mos harroni që gjatë kohës që përgatisni kulaçin, ta hapni edhe furrën dhe ta lini që të nxehet në 200 gradë Celsius. Kur brumin e kulaçit e keni punuar aq sa duhet, tani do të lyejmë me pak vaj tepsin ku do të pjekim kulaçin. Brumin e kulaçit në fund fare e hedhim në tepsi, pra nuk e lëm fare që të pushoj, por direkt, ashtu siç e keni nga tavolina, e hedhim tek tepsia ku do ta pjekim. Dhe më pas brumin e ngjeshim pak me duar, duke i dhënë një trashësi mesatare. Pra mos e bëni kulaçin as shumë të hollë dhe jo shumë të trash, pasi edhe kur ta piqni, kulaçi do të fryhet vetvetiu dhe ju do ta shikoni edhe në fund se sa mirë është fryrë kulaçi, prandaj me këtë trashësi e keni perfekt. Sipër mund t'i bëni disa forma me një pirun, kjo është në dëshirën tuaj, ne gjithmonë e kemi përgatitur në këtë mënyrë dhe tani kulaçin e keni gati për ta futur në furrë. Sipër nuk do ta lyejmë me asnjë gjë, thjesht e fusim në furrën e nxehtë dhe e lëm që të piqet për të paktën 1 orë në 200 gradë Celsius. Ne e poqëm duke e vendosur tepsin në mesin e furrës dhe duke e hapur furrën në 200 gradë Celsius, duke e lënë në versionin e pjekjes
njësoj si lart ashtu edhe poshtë. Gjithsesi, mënyrën se si pjek fura juaj e dini ju, prandaj veproni gjithmonë sipas furrës që keni në shtëpi. Nëse furra që keni në shtëpinë tuaj do ta pjeki kulaçin në pjesën e sipërme edhe do të shikoni që pjesa e poshtme ka akoma nevojë që të piqet, atëherë sipër ju mund të vendosni një letër për pjekje gjatë kohës që kulaçi piqet në furrë ose një letër alumini, duke e mbrojtur kulaçin në pjesën e sipërme që të mos çuditjet. Pra pasi kulaçi merr ngjyrën që duhet në pjesën e sipërme, sipër mund t'i vendosni edhe një letër alumini dhe ta lini kulaçin që të piqet akoma në furrë, pasi nëse kulaçi nuk piqet për të paktën një orë, atëherë ka shumë mundësi që në fund fare kulaçi të mos ju kullojë dhe të mos ju piqet në pjesën e brendshme. Dhe pasi u bë një orë plot që kulaçi piqej në furrë, kulaçin e hoqëm nga furra dhe rezultatin e shikoni edhe vetë se sa mirë është pjekur si në pjesën sipër ashtu edhe në pjesën poshtë dhe ka marrë ngjyrën që duhet. Pasi ta hiqni nga furra, ashtu siç është i ngrohtë, menjëherë e lyeni me pak gjalp sipër dhe më pas e mbuloni me një pecet dhe e lini kulaçin që të pushojë dhe të ftohet për disa minuta. Mirë është që përpara se ta prisni, kulaçi të ftohet pak, pasi pritet edhe më mirë dhe duket edhe më mirë pjesa e brendshme e kulaçit. Rezultatin e shikoni edhe vetë, qoftë në mënyrën se si është pjekur kulaçi, gjithashtu edhe se sa shumë është fryrë kulaçi që ne përgatitëm. Nëse ju e provoni këtë recetë, unë asiguroj që nuk keni për të dështuar dhe keni për të përgatitur në shtëpinë tuaj kulaçin më të mirë që do të provoni ndonjëherë. Nuk keni nevojë për shumë punë, me pak përbërës dhe në fund fare mund të arrini rezultatin që doni. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Nëse kjo recetë ju pëlqeu, mos hezitoni t'i jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.